Banorët e Lagjës Kushtrimi në zonën e Ish-Fidanishtes denoncojnë infrastrukturën rrugore të jetë problematike. Mbi 500 familje të kësaj zone jetojnë në një rrugë e cila nuk ka asnjë dallim nga mesjeta. Qysh pas përmbytjeve të tetorit të vitit të kaluar, e gjithë zona pati jo vetëm dëme, por infrastruktura u përkeqësua edhe më shumë. Rrugët e kësaj lagje janë në një situatë të vështirë dhe problematike, ajsa ngjasojnë në rrugët e ndonjë fshati. E lënë hares prej vitesh, rruga është në një situatë vërtet problematike. Banorët kërkojnë marrjen e masave sa më shpejt. Situatën ju e shikoni se si është shumë keq. Kjo është si rezultat që nga përmbytjet njerë që ka ndodhur që në tetor, dhe e para njërë kanalet kulluse, dhe dyta është sistem edhe ato tubacionet e ujësjellësit. Për arsye se familjet këtu, një pjesë i ka vendosur vetë ujësjellësi, ndërsa pjesa tjetër nga që u ndërprer njëra linje ujit dhe domenin ujë nga linja që vinte nga lart dhe i kanë vendosur në sipërfaqe dhe një makinë rëndë të kaloj, ato shpërthejnë dhe të gjitha uji i pishëm del në sipërfaqe dhe ja është gjithë një e përmbytur rruga dhe prandaj për këtë arsye tani kështu nuk jetohet, se dhe në fshat sikur të ishin nuk do ishin këto kushte. Të themi atë që është ka fshatra që ne jemi në mes qytetit këtu dhe është gjuna që do thonë që është periferi. Periferi, po prap jemi qytet. Prandaj mundësisht na ndihmoni që të ndryshojnë çik gjendja. Rruga të shtrohet, sepse kemi shumë problematika. Dhe unë më sa kam kuptuar është një kanal nga mbrapa që vjen ujë këtej. Po këtu nuk e di përpara thonë se po su hap me ku kanali në fund, në kanal të madh nuk ka asnjë lloj zgjidhje. Unë thua kam kuptuar për 10 vjet se rri këtu. Tani unë dua se ta morim një zgjidhje nga këto banorë, edhe unë si familjare. Nëse lejohet që të rrim shumë, 4 fëmijë të vegjël, s'kemë shkollë, unë jam normale, se rrinë me cizme këtu e dalin në karburant. Prej 4 vjetë këtu. Këtu nuk të është një vend katastrofik këtu që erdhi u përmbitëm më datë 4 tetor erdhi kryetari i bashkisë aty ka mënoj 15 ditë, rreth 20 ditë në ujë i thash more bjen atë paktën një bota që të heq ujin këtu, se këtu u përmbim arriti 1 metër e gjysmë arriti dhe brna. Atë nuk na dha ashtu. U dëmtua makinë e djalit aty pagoi djali rreth 1 milion lekë këtu. Këtu kanalet tu janë të bllokuara prej 30 vjetësh këtu, ja këtu jetoj këtu. Përmite këtu. Lut deri e kam rreth 50 metra këtu atë në luta deri me gjuja në Baltika, marrëm qisme deri që vemi në pazari lëmë për poshtë atje. Jemi këtu te rajoni 5 në Vlorë, një lagje shumë e banuar, në kushte të tilla mbas përmbytjes. Nuk na përgjigjet njëri fare, rrugët janë siç e shikoni, gjendja është katastrofë. Kërkojmë ndihmë nga shteti për na shtrim rrugë, kur është për vota vin të gjithë, erdhi momenti që të vendor. Nuk kemi çfarë bëjmë më. Nuk ka më zgjidhje kjo lagje. Dëmi ishte shumë i madh dhe na përmbytjet, kanalizime nuk kemi në lagje, jemi në gjendje të mërshme. Se shkoni vetë edhe makinat, edhe ne vetë, edhe shtëpit na kanë dalë jashtë përdorimi fare. Urojmë gjithë fëmijët që na erdhën të na shikoni një herë. Shqyq na erdhën një herë që na shikoni se si jemi, se si ikim, ja si jam katër rrugët, shtëpit i kemi me ujë, na pëzurin 5 në dorë neve na u përmym. Na kanë në shtëpi, hodhëm tëra poshtë, me dhoma gjumë me tëra, pavarësisht se ata na animuan, aq pak sa na animuan, ai sa pan animoi shteti. Po jemi, po dhe ndira shkoni brenda jemi pasur fare kemi tëra poshtë. Nuk e fare, dhe kryetari i bashkisë seria 3 që na pasa, e kemi në plan se rrugë ta bojmë sa. Nuk erdh më, s'ka normot. Kanalet janë bllokuar të gjitha aty normal. Disa kanalet, nuk qarkullojnë fare me kanali kryesor. Mushet Afrikat i kemi zënë, po të shkojnë portatorë kemi zënë ashtu sasët merore, se më mytemi prapë, më vi prapë. Kemi në histori. Si që shini është, po desht. Nuk flasëm as në partia, flasëm në preqëria, në jeta që kemi. Ja, si që në ashtini, ja zë vemi do të në shtëpia, s'dalim do të, bëjmë do të. Jemi me fëmijë, nësë janë punë, fëmijë janë në shkollë. Nuk e dim, shtëthemi, vam 30 vjetë kjo punë është. Po sot është diell edhe ertë sot në diell, po të kështarë në një ditë shi, do të asho se la fosim jashtë edukate, po setat mi gjadet të tëra. Kjo këtu e zhdo kra.
ke nëna. Ju si të do i bëni, si të keni mundësin, nuk e di shto them, si që e shini, shkrojeni. Po shëqerë, sa vam 30 vjetë janë si që na shini. Ne zvemi do gjikuni si plaka. Kemi metur që të e porta e brëna. Po vam 30 vjetë adhe vam me këtë parti, që kështu. Të vetë se jemi plej, do dalim dhe na. Po t'i qashtu zara, dalim njërë të në asfalt. Po diti, mirë qumim në erdi 4 metrohujt brëna. Po dhe gjadja kështu. Gjuna i math. Ata të bëjë si të duan, po deshte vëndorë. Se na e shkuam jetën për pasarët i tanja. U vinë fëmija, u vinë të gjitha, u vinë. Është katastrofë. Jemi pika më e dobët që u mbytëm, edhe shtëpi të shkatruara, edhe rrugët si që shikoni, nuk kemi nga të kalojmë, vajtëm vite, të gjithë vinë dhe gënjejnë, edhe si me ujnë e pishëm që është i përzirë me ujrat e zeza, si me pusetat që janë katastrofë, kemi bërë shumë ankesa dhe asë një zvjen, plus edhe rrugët si që shikoni. Sot është koha kështu që ju erdhët, po është e pamundur. Është e pamundur. Ka marrë qita Greqia, është ere 5 që po vi, kjo është e njëjta gjendje. Na dhan llafin atere, do vinë, do i bëjnë rrugë, do i bëjnë të tëra, hodhëm të gjithën plashkën e shtëpisë poshtë, mos e hedhni se do ndihmoj bashkia, do ndihmoj qeveria, kush bashkia. Ka marrë makinë me qiraun për 2 ditë të futem në shtëpi. S'del dot na shtëpia. Shikoni gjendje vetja, merrni këto. Ku të futen njerëzit, ku të kalojnë? Fëmijë të vegjël, sëmundje, nuk del dot na erë sëmundjes. Këto janë të gjitha ujrat të zeza. I lidhur kanali ujrave të zeza me ujrat e që pim brenda bien era. Është turp i madh. Turp i madh, kjo më kryesorja. Më kryesorja. Banorët e lagjes Kushtrimi çdo ditë më shumë përballen me rrugën e amortizuar, gropat gjigande si dhe pellgjet me ujë. Madje ata theksojnë se nuk do të marrin pjesë në votime nëse nuk do të merren parasysh kërkesat e tyre. Në pamundësi për të bërë ndonjë zgjidhje për lagjen tonë, me që vota jonë nuk ka vlerë kur votojmë, do zgjedhim që nuk do marrim pjesë fare në votime. Dhe të bëjnë çfarë duan këta gjithsesi, ashtu e kanë ndarë mendjen. Kështu që edhe ne do bëjmë të tonën, nuk do marrim pjesë fare në votime, të bëjnë si të duan. Qofse nuk na japin zgjidhje. Për çfarë të votojmë? Të votojmë që të pasurojnë këta dhe ne të vdesim. Të vazhdojë kjo gjendje kështu katastrofale. Na mbyten shtëpi, na mbyten makina, na mbyten çdo gjë, nuk na përgjigjet njeri. Na nxjerrin atë fundin dhe tallën me ne. Banorët e lagjes Kushtrimi në zonën e Ish Fidanishtes prej tashmë 30 vitesh nuk kanë njohur dorën e asnjë investimi. Ata kërkojnë të merren masa për zbatimin e një projekti që do të zgjidhte një herë për gjithmonë këtë problematikë që po a bën edhe më të vështirë jetesën.